Ai debat pati anën e mirë se ishte një farë tronditje që neve na vuri në shina për të nxituar në kuptimin pozitiv, për të bërë të ndërgjegjshëm. Nuk kemi pse të jemi gjithmonë vetëm reagues. Po, dhe të bënim absolutisht. Por në anën tjetër duhet të mësojmë mos jemi vetëm reagues. Ne duhet të jemi edhe ta mendojmë vetë një gjë që duhet bërë për të mirën tonë, pse vetëm kur e bën, pse për inat të komshiut. Nuk duhet hecim me këtë logjikën e inatit të komshiut. Komshiu vazhdon punën e vet me ato popullsitë e veta që ka në territorin e vet shtetëror, brenda kufive të vet. Ne kemi tonën, pse duhet sa herë që një komshi bën një gjë atëherë neve zgjohemi dhe themi pse. Ne duhet ta kemi vet, që kjo do të lidhet me vazhdimsinë, po diskutim tjetër kjo. Dua të di edhe emocionin në ditën kur është dorëzuar dosja, edhe çfarë mendon ose çfarë uron një studiues, një njerëz që ka shkruar gjithë atë dosje në momentin që dorëzon në UNESCO në trashëgimin botërore një dosje. Çfarë ke ndier në atë momentin e dorëzimit edhe kur thua iku nga unë, tani është në dorë të UNESCO-s? Të them drejtë, janë dy dosje, nuk është një. Sepse aplikimi këtë radhë ka qenë veç për elementin dhe veç për të kërkuar ndihmën ndërkombëtare, i cili ishte aplikim dhe dosje më vete nga e para. Më përpara në rastin e Xhebletës kanë qenë të gjitha të përfshirë në një aplikim. Kurse në rastin tonë ndryshoi komplet struktura e aplikimit, në UNESCO në fakt ndryshoi gjatë procesit, jo që në fillim dhe ne patëm rikthime nga e para, jo vetëm për këtë, po edhe për kërcimin e tropojës kemi plotësuar nga e para, se ndryshoi formulari e tjera me radhë, ndryshoi formulari diku në fillim 2023-shit, dhe u detyruam të rifillojmë punën për të dyja dosjet paralel. Dhe kjo këtu nda më vete, kështu që filloi puna nga e para për dosjen tjetër për të hartuar aktivitetet, buxhetin e shpëtimit masave shpëtuese dhe ruajtëse. Dhe ishte shumë angazhuese, nuk është e lehtë të imagjinosh dhe të koordinosh, sepse ato nuk duhet vinë nga imagjinata jonë, duhet vinë nga propozimet që nxjerr komuniteti, nga diskutimet me ministrinë e cila do të merret me vazhdimsinë e këtyre masave. Unë mund të them shumë gjëra të bukura, po ministria ka programet e veta dhe ka mënyrat e veta të veprimit. Dhe gjitha kjo duhet jetë super e detajuar me aktivitete, me buxhete, me gjëra që të jenë realiste, po njëkohësisht duke marrë parasysh që një pjesë të shkoj vetë komunitetit, vetë lautarëve, vazhdimësia të sigurohet, ishte shumë lodhëse. Nuk është buxheti pakët, është buxhet $156.000 që është kërkuar, dhe në momentet kur e kemi dorëzuar, do të thënë ja 2 ditë mbrapa s'kemi fjetur gjumë, duke parë çdo imtësi, mbasi kishte kaluar deadline, mos bëm gjë gabim këtë, mos bëm gjë gabim atë, dhe pastaj si u siguruam që çdo milimetër përputhej dhe asnjë gjë nuk ishte bërë gabim, tham, dëgjoj, kjo po nuk kaloi, të paktën ne e kemi shpirtin e qetë se punën e kemi bërë. Dhe duhet të shohim pastaj pse s'ka kaluar çështje tjera, mund të jenë çështje politike, e kishim çik frikën e politikës, me të drejtën, duke qenë një element shumë i ngjashëm me gustin, po favori ishte që janë 2 lista të ndryshme për momentin, edhe që emri nuk e kanë një lloj. Pra, ajo na quhet Lahuta, ajo quhet Gustle dhe aty mund të operosh diçka. Ndryshe do kishte Malizi që e ka prap Gusle, për shembull, kurse neve gjithsesi me emrin tjetër edhe, po që frika e reagimit politik, e pengesave politike ndërkombëtare ishte, nuk është se nuk ishte. Pra, ai nuk ishte moment gëzimi, ishte një moment që u çliruam nga një barr, po në kuptimin e çlirimit të asaj që të sigurt që të paktën ne punën tonë kemi bërë, ndërgjegjen e kemi të qetë. Kur pash që ishte, sepse e kam ndjekur gjatë 2 viteve, është futur, se kur futen për diskutim, ato kanë një status të veçantë në faqen e UNESCO-s, kur e pash që është futur për diskutim, sa herë që e hapja, thoja, o zot inshallah bëhet, o zot inshallah bëhet, o zot inshallah bëhet. Nuk gjej asnjë arsye objektive pse jo. Ishte në diskutim, kështu që e kisha shpresën, e kisha atë pozitiven,